Përshëndetje nga unë Shpresa Banja, përfaqësuese ligjore e Forumit të Gruas një Elbasan, një OJF që prej shumë vitesh bën shërbime konkrete për gratë dhe vajzat me probleme të dhunës në familje dhe fëmijët të tyre. Sot jemi në podcastin e radhës, në kuadër të një projekti 4 mujor që Forumi i Gruas Elbasan po zbaton me mbështetjen financiare të Avenit, rrjeti i fuqizimit të gruas në Shqipëri dhe Agjencia Austriake për Zhvillim, e cila e ka financuar të projekt. Projekti ka si qëllim edhe ky në vazhdim të gjithë projekteve pothuajse që Forumi i Gruas realizon të fuqizojë gratë dhe vajzat dhe fëmijët e tyre, të ofrojë shërbime konkrete për të kapërcyer një situatë të vështirë që po kalon në familjen e saj. Unë sot kam të ftuar avokatin Erin Gjeta, i cili gjithashtu prej disa vitesh është edhe avokat i Forumit të Gruas në lidhje me procesin e marrjes së një urdhri mbrojtje. Kur them urdhër mbrojtje, kam parasysh 3 lloje urdhra mbrojtjes. Urdhri i parë është urdhri për masa paraprake të mbrojtjes së menjëhershme, që plotësohet nga vetë policia dhe ka efektet si një urdhër që e jep gjykata. Zakonisht ky urdhër jepet në fundjavë kur dhe gjykatat nuk funksionojnë, megjithëse tani ka ndodhur diçka shumë pozitive që gjykata e Elbasanit ka filluar të ketë të trajtojë dhe rastet në ditë pushimi, siç është e shtuna dhe e diela. Urdhri i dytë është urdhri i menjëhershëm i mbrojtjes, i cili jepet brenda 72 orëve, dhe urdhri i tretër është urdhri i mbrojtjes, që do një kohë pak më të gjatë, deri në 15 ditë që gjykata e rrethit gjyqësor Elbasan ta japi ose ta miratoj këtë urdhër mbrojtje. Atëherë unë do t'i bëj disa pyetje zotit Gjeta me qëllim që të përfitojnë kushdo që është interesuar në lidhje me këtë proces. Pra, do filloj me procesin ligjor dhe roli i avokatit. Si fillon procedura për marrjen e një urdhri mbrojtje? Cilat janë hapat që një grua duhet të ndjekë që nga momenti i raportimit në polici deri tek gjykata? Si ndihmon konkretisht një avokat gjatë hartimit të kërkesës për urdhër mbrojtje? Cilat janë vështirësitë më të shpeshta ligjore që hasin gratë gjatë këtij procesi? Sa kohë zakonisht zgjat procesi për të marrë një urdhër mbrojtje? A ka raste kur urdhri mbrojtjes nuk miratohet? Pse ndodh kjo? Shumë faleminderit, rreth parë faleminderit për realizimin e këtij podcasti, faleminderit edhe për dhënien e mundësisë që të shpreh një mendim në lidhje me procedurat që ndiqen në rastet e urdhrave të mbrojtjes dhe për sa i përket masave për dhunën në familje. Në lidhje me pyetjet që ju drejtoni, procedura në lidhje për marrjen e urdhrit të mbrojtjes iniciohet kryesisht në praktik, hasim që realizohet nëpërmjet Komisariatit të Policisë. Ligji 9669 për masat ndaj dhunës në familje i vitit 2006 i ndryshuar, sikurse edhe vendimi numër 327 datë 2/6/2021 për mekanizmin e bashkëndimit të punës ndërmjet autoriteteve përgjegjëse për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhënie familjare, si procedim për mbështetjen e rehabilitimin e viktimave të dhunës, imponon që të ka një mekanizëm për koordinimin e rasteve të referimit të dhunës në komisariat. Kryesisht, pra thash, iniciohet me komisariatet, sepse policia është si struktura më besueshme për sa i përket referimit fillestar ku dhe të mbijeturat, përfituesit e shërbimeve dhe të mbijeturat nga dhuna, krijojnë atë besueshmërinë. Gjithashtu, raste të shumta të referimit vijnë dhe nga Forumi i Gruas, si shoqat që ka eksperiencën 30 vjeçare në fushën e mbështetjes së grave dhe vajzave. Përsa i përket pastaj hapave që procedura për marrjen e urdhrit të mbrojtjes, hapat që ndiqen për procedurën për marrjen e urdhrit të mbrojtjes, sikurse dhe ju
Thatë në fjalën tuaj hyrëse që kemi disa lloje urdhë mbrojtjesh, pra urdhri për masat paraprake të mbrojtjes, i cili lëshohet është një vendimarrje fillestare e drejtuesit të komisariatit për të marrë masat vetëm në rastet ekstreme kur kemi rrezikshmëri të lartë, për sa i përket të mbijetues dhe dhunuesi është person me rrezikshmëri shoqërore të lartë. Pastaj kemi ky urdhër mbrojtje, urdhri për masat paraprake për të mbrojtjes, brenda 24 orëve duhet kaloj për miratimin në gjykatë. Kemi urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes, që dhe ky vlerësohet në varësi të rrezikshmërisë, duke patur parasysh dhe raportin e vlerësimit të riskut që hartohet dhe nga antarët e mekanizmit të koordinimit që mund të jenë dhe policia dhe shërbimet sociale të Bashkisë Elbasan. Konkretisht në qarkun e Elbasanit ka një bashkëpunim shumë të mirë për sa i përket mbështetjes të mbijeturave nga dhuna, pra ofrohen shërbime sociale, ofrohet menjëherë mbështetja nga policia dhe nga shoqata Forumit Gruas, e cila ofron shërbime të ndryshme siç është shërbimi ligjor dhe shërbimet sociale dhe shërbimi i strehimit, që në rastin konkret për masat e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, pra i garantohet një strehim i përkohshëm për ta bërë të mundur largimin nga dhunuesi, nga banesa, derisa të shprehet gjykata. Në këtë rast gjykata shprehet në një afat më të shkurtër kohor. Afati kohor është 48 orë zakonisht, që mund të shkojë deri në 72 orë për shkaqe të pamundësisë ndonjëherë të realizimit. Kjo për sa i përket të mbijeturave që janë të madhor, ndërsa ligjvënësi ka parashikuar një trajtim më të shpejtë për sa i përket përfituesve të mitur, pra të mbijeturave të mitur që nga dhuna në familje, të cilët duhet të shqyrtohen brenda 24 orëve. Në lidhje me ndihmën që ne japim për sa i përket hartimit të kërkesë padisë, ne paraprakisht krijojmë një intervistim paraprak, le të themi, të përfituesës dhe të mbijetues nga dhuna, për të kuptuar realisht çfarë ka ndodhur me situatën konkrete, dhe në lidhje me ndihmën që ne japim, pastaj shohim dhe cilat do të jenë masat më të përshtatshme sipas dhe atyre masave që mund të merren për të garantuar sa më mirë mbrojtjen pranë të mbijetues. Kështu që tek hartimi ne jemi të kujdesshëm, sepse nga praktika na ndodh shpesh që shumica të mbijeturave kërkojnë që të largohen nga banesa bashkëtorë, duan të kthehen banesës së prindërve, ose kërkojnë strehim pranë strezës të Forumit të Gruas, apo dhe strezat të tjera që japin ndihmën në lidhje me gratë e mbijetura nga dhuna dhe vajzat e mbijetura nga dhuna. Kurse për sa i përket vështirësive ligjore që hasen tek gratë gjatë këtij procesi, duke qenë se referimi i rastit të dhunës kur vjen në gjykatë, pastaj është problemi që haset në gjykata. Shumica ka një pjesë dërmuese të grave, të cilat të ndikuara nga opinioni apo të ndikuara edhe nga një mos pasja një pavarësie ekonomike, le të themi, dhe mos njohuria e ligjit ose mos informimi për sa i përket mekanizmat që mund të merren për ta ndihmuar për dalë nga kjo situatë dhune. Sjell ndonjëherë tërheqjen dhe pushimin e gjykimit. Dhe si tillë nuk merren masat për të vijuar me masat e mbrojtjes për këto gra. Si proces, për sa i përket kozjatjes së procesit të marrjes së urdhrit të mbrojtjes, për të arritur tek marrja e urdhrit të mbrojtjes me një vendim gjyqësor, për urdhrat e mbrojtjes, sikur se them më parë, kemi urdhrin e menjëhershëm, pra të masave paraprake dhe urdhrin e menjëhershëm. Këto merren në një kohë të shkurtër, më pas urdhri i menjëhershëm, më pas caktohet një seancë për verifikimin e urdhrit të mbrojtjes, e cila duhet caktohet brenda një afati 20 ditor nga gjykata, dhe aty bëhet verifikimi nëse vazhdojnë të ekzistojnë të njëjtat kushte që janë marrë në konsiderat për sa i përket në lëshimit të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes. Pra, vazhdon të ekzistojë rreziku për përsëritje apo për shkallëzim të dhunës në familje. Ndërsa për sa i përket urdhrit të mbrojtjes të zakonshëm, nga momenti i plotësimit të kërkesës padisë
që mund të jetë nga e paraqitur nga komisariati apo e paraqitur dhe nga vetë persone ose përfaqësuesi ligjor apo dhe nga institucione të tjera që mund të jenë koordinatori vendor i dhunës në bashkinë për masa ndaj dhunës familje në bashkinë e qytetit apo mund të jetë dhe prokuroria që mund të paraqesë pra kërkesa për lëshimin e urdhrit mbrojtjes. Në rastet e urdhrit të mbrojtjes të zakonshëm, afati sipas ligjit është që brenda 15 ditësh gjykata duhet të caktojë nga momenti që i merr aktet në dorëzim, pra duhet të caktojë një seancë gjyqësore për dëgjimin e palëve në proces. Risi e ligjit në për vijimin e urdhrit të mbrojtjes në vlerësimin tim është dhe fakti që urdhri i mbrojtjes me seanca gjyqësore për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes në rastet kur është paraqitur nga komisariati principal e tretë, në këto raste seanca vijon. Pra nuk pavarësisht se e mbijetuara për shumë arsye, presione që mund të ketë apo dhe pasiguri të vetat, gjykata përsëri vlerëson se duhet të vijohet me lëshimin e urdhrit të mbrojtjes kur janë rastet për të parashikuara nga ligji. Ka raste që kërkesat pa ditë plotësuara dhe të paraqitura para gjykatës nuk pranohen, nuk miratohen dhe kjo ndodh për disa shkaqe. Pra një nga shkaqet më përmend edhe më parë është ai i tërheqjes kur vetë kërkesa është paraqitur pra nga vetë personi, pra pala paditëse që ka paraqitur kërkesën tërhiqet nga gjykimi dhe sipas ligjit vendoset pra heq dorë nga gjykimi dhe vendoset pushimi i çështjes. Një rast tjetër që kemi hasur në dinamikën e përditshme dhe është fakti se disa subjekte nuk janë, pra ligjin e të 669 nuk ka një shtrirje të kufizuar të subjekteve që nënshtrohen këtij ligji. Pra kemi hasur raste të cilat nuk mund të jenë tek subjektet pra që nënshtrohen këtij ligji për masa ndaj dhunës familje dhe të marrin urdhër mbrojtje. Pra ka pas raste të përsëritura të këtij lloji që duke mos qenë subjekte të ligjit, qoftë për shkak të shtetësisë, qoftë për shkak të tjera që nuk për shkak që nuk përvojnë lidhjen familjare, këto janë shkaqet kryesore në fakt që ndikojnë zakonisht tek mos miratimi. Pastaj në episode të veçanta ka pasur dhe raste kur problemet të ndryshme, pra që nuk lidhen me dhunën në familje, por që lidhen me problematika të tjera siç mund të jenë mosmarrëveshje në lidhje me mirëedukimin dhe kujdestarinë për sa i përket fëmijëve në rastet e çifteve të divorcuara, që shkojnë kërkojnë urdhër mbrojtje, paraqiten për kërkuar urdhër mbrojtje, por që nuk janë në rastet e dhunës në familje, pra dhe si të tilla nuk mundin të nënshtrohen të ligjit për masa ndaj dhunës familje. Përvoja që ka forumi i gruas në rastin konkret pasja e një avokati vetëm për urdhrat e mbrojtjes është një përvojë unike në të gjithë Shqipërinë. Dhe këtë falë një organizate të kombeve të bashkuara, UN Women, e cila na e mundsoi dhe ka që në vitin 2020 afërsisht që forumi i gruas e praktikon këtë eksperiencë që vërtet është shumë e bukur. Dhe puna e këtij avokati është e lidhur kryesisht me policinë dhe me institucionet shtetërore. Dhe donim që personat që po na ndëgjojnë nëpërmjet podcastit të kishin marrë një informacion më të detajuar si është bashkëpunimi me policinë në raste të tilla. A janë efektiv shërbimet që afron policia për mbrojtjen e viktimave? A ka ende mungesë ndjeshmërie apo paragjykime ndaj grave dhunuara nga punojësit e institucioneve? Si mund të përmirësohet komunikimi ndërmjet policisë, gjykatave dhe shërbimeve sociale? Po, bashkëpunimi i forumit të gruas me institucionet e tjera, unë jam pjesë e këtij bashkëpunimi për gati 3 vitesh, pak më shumë se 3 vite. Besoj që është një bashkëpunim shumë frutëdhënës në lidhje me përvojën për sa i përket bashkëpunimit me policinë dhe me institucionet e tjera, siç mund të jenë shërbimet sociale të bashkisë. Unë ndaj një vlerësim shumë pozitiv. Nga ana e policisë ka pas gjithmonë njoftime për sa i përket kur paraqiten përfituesit dhe të mbijetuarit e dhunës në familje kur paraqiten në komisariatin e policisë.
të gjithë qarkut, ne kemi pas bashkëpunime të gjithë komisariat e policisë. Na njoftojmë me njëherë dhe aty paraqitet vjen dhe koordinatori, përfaqësuesi i zyrës së koordinatorit vendor për masa ndaj dhunës në familje. Nuk vere një mungesë ndjeshmërie apo paragjykim ndaj këtyre grave dhe vajzave, por ajo që do vjen re që për sa i përket mbrojtjes së viktimave, mendoj që nga ana e policisë, jo për fajin e punojësve, por për fajin e organizimit në tërësi të strukturës, mendoj që rastet e dhunës në familje duhet të trajtohen me një grup më të specializuar, pra që të krijohen seksione të posaçme, që kozgjatja e intervistimeve dhe kozgjatja e marrjes pyetje për ta vënë në kushte sa më komode të mbijetuar, pra që të ketë mundësi të shprehë lirshëm të gjithë përjetimet e saj, ndikon pak negativisht për sa i përket shërbimeve për që ofrohen për mbrojtje, pra se ndjen të stepura dhe mbrojtja më pashme referohet vetëm duke kontaktuar nëpërmjet numrave të policisë, pra numrat të urgjencës, apo duke ndërsa SPZ që trajtojnë këto raste, shpesh herë i ndihmojnë duke i dhënë numrin e vet të shërbimit, qoftë dhe personal, pra që në çdo moment të jenë, sepse ato janë më në kontakt me komunitetin që ato mbulojnë. Nëse mund përmirësohet komunikimi ndërmjet policisë, gjykatave dhe shërbimeve sociale, kjo sipas mendimit tim, këtu ka vend për përmirësim. Në momentin që hartohet kërkesëpadia, çështja merr një numër unik dhe ky numër unik teorikisht i shkon, elektronikisht dhe është online për sa i përket gjykatës dhe prokurorisë, pra ato vijnë direkt në DNI. Këtu mund të ketë një përmirësim të sistemit që ta bëjë më lehtësisht të rrjedhshëm pra informacionin midis tyre institucioneve. Kjo do të ketë një përmirësim të infrastrukturës për sa i përket komunikimit elektronik, pra dhe që të ketë mundësi dhe akses më të tepër si policia ashtu dhe gjykata për sa i përket uploadimit të dokumentave të ndryshme që mund të jenë prova në mbështetje të kërkesëpadisë së paraqitur. Nuk e di nëse isha ezaurues për sa i përket këtyre pyetjeve, nëse mund. Okej, atëherë kalojmë ke pyetja e tretë. Përjetimi njerëzor dhe mbështetja ligjore. Çfarë bën më të vështirë për një grua të raportojë dhunën dhe të kërkojë ndihmë? Si ndihmoni ju si avokat, jo vetëm në aspektin ligjor, por dhe emocional? A bashkëpunoni me psikolog apo qendra mbështetje gjatë rasteve? Cilat janë historitë që ju kanë prekur më shumë në punën tuaj? Dhe sa e rëndësishme është edukimi ligjor i grave për të njohur të drejtat e tyre? Po, faleminderit. Atëherë në lidhje me vështirësitë që has një grua të raportojë dhunën, të kërkojë ndihmë, në vlerësimin tim, në eksperjenca që kam krijuar gjatë këtyre viteve dhe që kemi parë, më shumë të vështirësitë, pra e përmenda edhe pak më parë, janë lidhe me pjesën e një mungese të pavarësisë ekonomike. Pra shumica e grave kur paraqiten në komisariat apo kur paraqiten dhe pranë zyrave të forumit të gruas, thonë, po unë çfarë do bëj me jetën time pastaj, se po u fut në burg ai, mu kush do mbaj, po për fëmijët kush do përgjigjet. Pra kanë vjet re pra një mungesë, një pavarësi ekonomike, megjithëse shumica e rasteve që ne na paraqiten janë një moshë aktive për punë. Dhe shpesh herë nëpërmjet shërbimeve sociale dhe të bashkisë, por edhe të forumit kryesisht, pra këto persona futen dhe në tregun e punës, duke ndihmuar dhe nga zyra e shërbimit nga zyra e punës, pra që mbulon territorin e Bashkisë Elbasan. Rast problematik tjetër për të raportuar dhunën dhe që është më e përhapur më shumë se sa pjesa e pamundësisë ekonomike, domethënë pavarësisë ekonomike, mungesës pavarësisë ekonomike, është dhe opinioni që shumica e grave të cilat janë viktima të dhunës, shumica e grave dhe vajzave kryesisht i përkasin dhe zonave rurale.
problematikat kryesore që janë shkaktare, le të themi, të dhunës, sipas komunikimeve që kemi me këto me gratë dhe vajzat e mbijetura, lidhen kryesisht me konsumimin e alkoolit nga ana e dhunuesit, lidhen me përdorimin e drograve dhe faktin që shumica e dhunuesve janë dhe ludopatik, pra luajnë ushtrojnë lojat e fatit dhe nuk sjellin të ardhurat mjaftueshme në shtëpi për të përballuar pra jetesën familjare. Ky mos raportimi i dhunës për shkak të opinionit, advokimi që është bërë nga projekte të tjera të forumit të gruas, pra edhe ky podcast mendoj që do t'i ndihmonte shumë për t'i dhënë një zë që të jenë më të lirshme në shprehjen e dhunës, sepse dhuna nuk tolerohet dhe mendojmë që duhet të ketë më shumë nxitje për sa i përket transmetimit të emocioneve të tyre. Në lidhje në pjesën emocionale, pra që ne mbështesim, pra mundohemi që të jetë sa më e lirshme për të treguar historinë e vet, pra duke mos e vënë në presionin e deklarimeve me shkrim menjëherë, pra aty mund ndjej një farë pasigurie, mund ndjej një farë trysnie, dhe duke i dhënë një mundësi për një bisedë të lirë paraprake, bën që rasti të referohet dhe të vi sa më i qartë për trajtim pastaj të mëpasshëm në polici, por dhe në gjykat për të pasur sa më të lehtë mbrojtjen e rastit dhe në gjykat. Pjesa tjetër që ne ndikojmë me fjalë është pjesa e bashkëpunimit që krijojmë dhe me psikologën dhe me pra shërbimi social dhe forumi gruas ofron dhe shërbimin pastaj të ndihmës psikologjike dhe sociale. Kështu që mbajtja e urës komunikimit për mua si avokat me ekspertët e tjerë të fushës të psikologjisë dhe të pjesës sociale, pra më ndihmon dhe në përvajsimin e rastit më pas në gjykat kur do duhet. Në lidhje me pyetjen tuaj për sa i përket rasteve më prekse, tani nuk mund të individualizojmë një rast unik, por gjithmonë rastet më prekse janë ato kur dhuna është e shtrirë dhe tek të miturit, pra. Jo vetëm fatkeqësisht kemi shumë episode që dhuna është e shtrirë tek të miturit. Në shumicën e rasteve është e shtrirë në mënyrën pra një dhune indirekte, pra në formën e një dhune të asistuar. Pra shumica e çifteve nuk tregojnë kujdes për sa i përket diskutimeve me tonalitete të larta apo dhe konflikteve të krijuara në prani të fëmijëve. Dhe hasen shpesh pra rastet të fëmijëve që duken të traumatizuar nga pjesa e marrëdhënies konflikteve familjare, pra marrëdhënies familjare të konfliktuar. Për sa i përket pyetjes nëse duhet të ketë edukim ligjor, pra sa rëndësishëm është edukimi ligjor i grave dhe i vajzave, mendoj që është shumë i rëndësishëm edukimi ligjor për të njohur pikërisht pra të drejtat që ato kanë, sepse ligji fatmirësisht ligji i ofron shumë mundësi që të kenë mbrojtje të garantuar, pra dhe përfitime ekonomike. Dhe pjesa e përfitimeve ekonomike, po që ato mund të kenë dhe një mbështetje ekonomike për aq kohë sa janë në urdhër mbrojtje, pra për gjithë kohë sa janë në urdhër të mbrojtjes të marrin asistencën ekonomike. Por unë nga ana ligjore nuk do ta shifja vetëm tek pjesa ekonomike, më shumë do ta shifja ke pjesa e garantimit të dhënave konfidenciale, garantimin le të themi të strehimit, siç në rastet që ne kemi mbështetur, dhe mbikëqyrja që i bëhet masave të dhëna nga gjykata. Mbikëqyrja janë një sër institucionesh pra që ngarkohen me monitorimin e urdhrit të mbrojtjes.
Mbikëqyrja është e garantuar, pra dhe nuk krijon probleme për sa i përket grave dhe vajzave të cilat janë subjekte pra të dhunës në familje. Unë ju falenderoj Erin, besoj që informacioni që ju ndat ishte shumë i dobishëm për të gjithë që po na ndjegjojnë, po sidomos për gratë e vajzat. Nisur nga ajo që tha dhe ju, unë dua të theksoj pak të 3 shërbimet që bën Forumi i Gruas. Ku shërbimi i parë është psikologjik, ballë për ballë ose në telefon. Psikologja është një punojse që ka marrë trajnime pafund, organizon në mënyrën më të mirë të mundshme këtë lloj këshillimi. Shërbimi i dytë është shërbimi ligjor, ku njëra avokate ndjek një procedurë divorci për shkak të dhunës, dhe Erindi është vetëm për urdhra të mbrojtjes 24 orë në ditë, 7 ditë të javës. Dhe dua të theksoj çik stresën e emergjencave. Është stresa e parë e emergjentave që Forumi i Gruas ka hapur për qarkun e Elbasanit. Dhe gratë që denoncojnë dhunën, sidomos në mes të natës, ne do negociojmë dhe me policinë e shtetit që për këto raste të vinë në strezën e emergjencës, të kalojnë një natë të qetë dhe kur të vi mëngjesi pastaj, ato të bëjnë procedurën që duhet bërë. Por i bëj thirrje të gjitha grave dhe vajzave që kur denoncojnë dhunën, kur kërkojnë të pajisjen me një urdhër mbrojtje, Forumi i Gruas ka strezën e emergjencave ku ato mund të qëndrojnë nga disa orë deri në 15 ditë. Dhe pastaj në bazë të vendimit gjykatës do zbatohet vendimi i gjykatës. Dhe si gjithmonë dua ta mbyll këtë podcast me autorizimin që Ministria e Drejtësisë i ka dhënë Forumit të Gruas për të afruar këshillimin parsor ligjor falas, ku janë të klasifikuar të gjithë njerëzit në nevojë. Shkurtimisht, njerëz në nevojë janë gratë dhe vajzat e trafikuara dhunuara, fëmijët e trafikuar dhunuar, personat me PAK, me aftësi të kufizuar, personat me tmetat mendore, skema e madhe e personave që janë në skemën e ndihmës ekonomike. Ju ftojmë që të përfitoni nga këto shërbime që shteti shqiptar në bazë të legjislacionit që po përgatit janë në shërbim të njerëzve, sidomos atyre të nevojë. Ju faleminderit. Faleminderit ju.